Tashmë kur kanë kaluar 10 orë që nga fillimi i procesit të votimit, vëzhguesit tanë po raportojnë për një interesim në rritje të qytetarëve për të votuar, në gjashëm sikur në proceset e kaluara zgjedhore. Dalja në votime, përkatësisht pjesëmarrja e votuesve në zgjedhje, deri në ora 17, sipas vëzhguesve të DNV-s, raportohet të jetë 38.9% në nivel vendi. Sa për krahasim me zgjedhjet e 9 shkurtit, dalja në votime në intervalin e njëjtë kohor ishte pothuajse identike me 39%. Regionet me daljen më të madhe në zgjedhje sërish vijojnë të mbeten përafërsisht të njëjta, ku prinë komunat me shumicë serbë, veçanërisht ato në veri të vendit, me dalje prej 47%, pasuar nga rajoni i Prishtinës, ku dalja është 43% apo rreth 5% më shumë se sa mesatarja në nivel vendi. Në anën tjetër, rajonet përkatësisht komuna tjera kanë dalje përgjithsisht të njëjtë apo pak më të ulët se sa mesatarja në nivel vendi. Në mbi 70% të vendvotimeve ka raste kur votuesit nuk kanë arritur që ta gjejnë emrin e tyre në listë përkatësisht kanë shkuar në vend votimin e gabuar. Madje në 15% të vendvotimeve në nivel vendi, ky fenomen është i shprehur deri në 30 raste brenda vendvotimit, që tregon pra për një dinamik, përkatësisht një trend në rritje. Sa i përket votimit me asistencë, trendet vijojnë të jenë përgjithsisht të njëjta siç kanë qenë në pjesën e parë të ditës, ndonse ajo çfarë vret është se ka një përhapje të numrit të vendvotimeve ku kjo formë e votimit është më e shprehur. Fotografimi dhe bërja publike e votës që ndërlidhet me le të themi rastet e blerjes, friksimit apo shtrembrimit të vullnetit të qytetarëve, janë raportuar në gjithsej 21 raste.